ato parti që kanë interesat përbashkëta për ta shkatruar reformën drejtësi, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, do bien në një ujdi, do ndryshojnë kushtetutën dhe do zhbëjnë spakun dhe gjëkohën. Përshëndetje dhe mirë se vini në Table Talk, ku sot jemi zhvendosur nga studio në terren për takuar një aktivist prej më shumë se një dekade dhe gjithashtu drejtues e lëvizjes Zhbashk. Me mua sot është Arlind Qori. Arlind, faleminderit që pranove ftesën tonë. Falenderoj ty për mundësinë për të folur për çështje që besoj që janë në interesin publik. Pedagog, aktivist pothuajse që prej vitit 2011, kritikues vazhdimisht i sistemit që vendos të futesh në politik. Si lindi nevoja për të krijuar një parti politike? Po unë politik kam qenë që prej vitit 2011, që ose politikën e përkufizojmë jo thjesht si përfaqësim në institucione, po si angazhim për të mirën publike. Angazhim publik për të mirën publike. Për shumë vite, unë me tjerë aktivist dikur të organizatës politike, i marrë me problemet e studentëve, të punëtorëve, të pensionistëve, me çështje drejtësisë shoqërore. Mirë, erdhi një moment ku arritëm përfundimin që vetëm protestat nuk mjaftonin, vetëm ngritja e zërit nuk mjaftonte, sepse qytetarët na thoshin që kemi nevojë për një adresë elektorale. Pra kemi nevojë që këtë vrullin tuaj që e shpalosni në rrugë dhe që ne vazhdojmë ta shpalosim, të jetë edhe brenda institucioneve, të jetë edhe në propozimin e ligjeve sot që jemi në opozitë dhe me shpresë nesër kur qoftë qytetarët na japin mbështetjen e duhur, të kemi mundësi që t'i vëmë në jetë idealet tona dhe aspiratat shoqërore. Si e keni parë ecurinë e lëvizjes së Bashkë gjatë këtyre viteve dhe sa vështirë është në fakt ta mbash pra një parti në momentin kur nuk keni oligark nga pas apo financime të mëdha? Po të jesh aktivist i lëvizjes së Bashkës është gjëja më e lehtë dhe më e vështirë në botë njëkohësisht. Më e lehtë në kuptimin se në rast se ti ke brum moral, ke karakter moral dhe do më të mirën e shoqërisë, është shumë lehtë zgjedhësh. Është lëvizja Bashkë dhe pastaj Humnera, nuk ka asgjë tjetër. Mund duket pak arrogante kjo që them, mirë po besoj që është e vërteta objektive, pavarësisht se e them unë. Është shumë e vështirë nga ana tjetër sepse jemi si aktivist vetëm kundër çdo faktori të fuqishëm në shoqërinë tonë. Dhe të faktorët e fuqishëm për të pushtetshëm e kanë fjalën për qeverinë, e kanë fjalën për establishmentin e vjetër politik, u futën dhe partitë kryesore të opozitës, por e kanë fjalën njëkohësisht edhe për oligarkinë ekonomike, krimin organizuar që vjen vërdall tyre. Në këtë sens, kundërshtarët tanë janë të shumtë, janë të fortë për momentin, mirë po, si thua, subjekti që ka potencialin më të madh politik dhe që ka potencialin më të madh për të bërë gjëra, është ende i pavendosur dhe ky është populli. Kështu që detyra jonë është që le të bindim popullin dhe me fuqinë që do na jap populli me shpresë në të ardhmen e afërt, të drejtpeshojmë, madje të pejkalojmë fuqinë e pushteteve korruptuese dhe të korruptuara që janë ato që thash, të qeverisë, të establishmentit vjetër politik, të oligarkisë dhe të krimit organizuar. Gjatë ditës ju shohim teksa esin në këmbë, takoni qytetar apo në autobus. Është ky një stil jetese apo një strategji politike dhe cilat janë shqetësimet kryesore që adresojnë qytetarët, por që në fund të ditës prap kur bëhet fjalë për zgjedhjen që të votojnë partitë e mëdha, siç është PD dhe PS. Unë eci në këmbë dhe marr autobusin për një jete. Në këtë kuptim e kam bërë kur jam qenë student, e kam bërë kur jam qenë pedagog dhe jam akoma pedagog dhe për të shkuar në punë dhe për të mbaruar detyrat kryesore, ose eci në këmbë ose përdor autobusin, është ende mënyra më e lirë dhe më e shëndetshme për të lëvizur në Tiranë. Mirë po është njëkohësisht një mënyrë për të qenë pranë me qytetarët dhe për ta psuar ashtu se psojnë qytetarët. Në këtë sens nuk ka problem qytetarëve të Tiranës specifikisht, që unë nuk e përjetoj për ditë dhe kësaj kur unë flas për popullin nuk jam duke folur për një entitet huaj për mua, jam duke folur për një masë të gjerë qytetarësh, pjesë e barabartë të cilëve jam edhe vetë. Kështu që trafiku, problemet e tjera të rritjes çmimeve, papërballëshmëria e blerjes një apartamenti apo të marrës me qerat një apartamenti, gjitha këto janë probleme të cilat prekin shumicën dërmuese të qytetarëve në Shqipëri dhe më prekin edhe mua. Megjithatë, si keni parë protestat? Si keni parë, duhet të ketë një pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve dhe pse është kjo pjesëmarrje ndoshta e ulët, se po shohim vazhdimisht protestat e opozitës, pam edhe protestën për kundërrritjes së naftës, por shumë pak qytetar. Kjo vjen nga frika një farë forme apo vjen nga që nuk kanë më besim, pra kanë humbur besimin dhe shpresën? Në Shqipëri ka pas protesta të mëdha dhe relativisht të suksesshme në vitet e fundit. Dua t'ju kujtoj në vitin 2013 protestën kundër importimit të armëve kimike, në vitin 2018 protestat e studentëve, pastaj protestat kundër rritjes çmimeve në valën e parë të luftës. Që realisht pjesëmarrja ishte shumë e lartë se sa sot.
Ka pas disa tentativa protestash, edhe nga Lëvizja Bashkë, edhe nga subjekte tjera politike në muajt e fundit. Ne kemi organizuar 4 protesta para Kuvendit të Shqipërisë, mund të konsiderohet suksesshme për kontekstin ku gjendet Lëvizja Bashkë, ku ne thrasim protest, asnjë media nuk e transmeton, ose pothuajse asnjë media nuk e transmeton lajmin e protestës dhe sigurisht as e transmeton reportazhin e protestës. Mirë po është e vërtetë që thoni ju, që ende pjesëmarrja në protesta nuk përputhet me nivelin e pakënaqësisë. Pra niveli i pakënaqësisë të qytetarëve është ekstremisht i lartë, por nuk është ekstremisht i lartë pjesëmarrja në protesta. Pra nuk ka 10 mijëra apo 100 mijëra vetë në protesta. Ky është fenomen që ka disa faktorë shpjegues. Një nga faktorët ajo që thatë ju, është dhe frika e qytetarëve. Shumë qytetarë punojnë në administratën publike, kanë familjarë të afërt që punojnë në administratën publike, ose kanë një biznes të vogël lehtësisht kërcënueshëm nga administrata e korruptuar publike. Mirë, nuk është vetëm ky faktori. Ky është faktori që vën dukje zakonisht partitë e tjera opozitare, me cilën unë bie dakord që është një prej faktorëve, por nuk është i vetmi. Faktorë tjerë kanë të bëjnë me faktin që qytetarët janë zhgënjur në të shkuarën. Janë zhgënjur nga partitë e vjetra opozitare, janë zhgënjur nga disa prej partive të reja opozitare, të cilat ose kanë gënjur haptazi ose kanë tradhtuar menjëherë besimin e tyre dhe janë hedhur në karron e partive të vjetra dhe të korruptuara. Por partitë e vjetra sërish sikur po riciklojnë njëra tjetrën, nuk është se po i lënë hapësirë dikujt tjetër, një forcë tjetër. Pres që ato t'i lënë hapësirë askujt, pra ma unë shoh që legitimiteti i tyre, pra pranueshmëria e tyre në publik është shumë e ulët sot se çka që në të shkuarën dhe është në rënje. Dhe duhet t'ju përmend një mënyrë objektive se si mundet ta vërtetojmë disi këtë që them. Unë kam qenë kandidat për kryetar bashki i Lëvizjes Bashkë në zgjedhjet që nuk u mbajtën në Tiranë në nëntor të vitit kaluar. Dhe në një sondazh të botuar në një televizion kombëtar në Shqipëri, rezultati për mua si kandidat i Lëvizjes Bashkë diku te 12.5%, që ishte rreth 3 herë më i lartë se rezultati që unë kam marrë si kandidat për kryetar bashkie në vitin 2023. Që do të thotë që ne po avancojmë dhe po avancojmë në zemër të vendit, në kryeqytetin e Shqipërisë. Sigurisht Lëvizja Bashkë ende nuk është një parti majoritare, do të thotë nëse zgjedhjet do bëheshin sot, po zgjedhjet e një vit më parë, të 11 maj 2025, ju morët rreth 25.000 vota me një mandat deputeti që është Redi Muçi sot në kuvend. Ishte sukses apo zhgënjim për ju? Ishte sukses, sigurisht një sukses minimal, do thotë sukses sepse Lëvizja Bashku transformuan parti parlamentare. Pra me herën e parë, shumë partitë tjera kanë tentuar në të shkuar dhe kanë dështuar. Ne me tentativën e parë u kthyen në parti parlamentare dhe ky është pa diskutim sukses. Sigurisht sukses minimal, sepse suksesi maksimal do të thotë të fitonim zgjedhje, sukses mesatar do të thotë kishim rezultat më të mirë në kuptimin e numrit të deputetëve. Mirë po, kemi zhvilluar një fushat shumë të bukur, intensive, kreative, përmbajtësore në kuptimin e programit dhe ideve, por një fushat e jashtëzakonisht pabarabartë ku vjen puna tek mjetet. Partitë e tjera të mëdha dhe të vogla kanë pas para dhe kanë shpenzuar para në mënyrë marrëmendse. Unë jam shumë kurioz për raportin që do nxjerrë KQZ-ja së afërmi për shpenzimet elektorale të partive dhe do vë dorën zjarr që Lëvizja Bashkë nga partitë parlamentare ka përqen partia me dukshëm shpenzime të ulta, sepse për ne po krahasim me partitë e tjera të reja. Kemi pas vetëm mbështetjen e antarëve tanë dhe të simpatizantëve tanë. Po them, po pres raportin e KQZ-s dhe kam përshtypjen që çdo parti tjetër që ka hyrë në parlament, edhe partia, po themi, më e vogël që ka hyrë në parlament, ka pasur shpenzime formale, lere më reale, shumë fishin tonë. Dhe kjo tregon që burimet e financimit të tyre partive, jo vetëm PS-s dhe PD-s, ato dihet, është një vërtet që duket haptazi, kanë qenë besoj unë të errta, sa kohë nuk ma hamendja se dikush që dhuron 10 mijëra euro apo 100 mijëra euro për një parti e bën për mirë, edhe është njëri që bën një punë normale. Njëri që bën një punë normale jep me gjithë shpirtin 100, 200 apo 300 euro, po jo më shumë se kaq, sepse ne mbetemi ende një nga vendet më të varfra të Evropës në të gjitha parametrat social-ekonomik. Për sa i përket Lëvizjes Bashkë, si merren vendimet brenda partisë, pra me konsensus, me debat, dhe pse nuk zgjodhet të ishit ju në krye të listës, por ishte dikush tjetër? Sipas statutit Lëvizjes Bashkë, kryetari i Lëvizjes Bashkë jam unë në këtë rast ende, ka vetëm një rol simbolik, do të thotë unë nuk marr dot asnjë vendim pa marrë pëlqimin e shumicës antarëve të sekretariatit të Lëvizjes Bashkë, është ekzekutivi, po themi, Lëvizjes Bashkë, dhe në raste tjera të Këshillit Koordinues të Lëvizjes Bashkë, që është Parlamenti i Lëvizjes Bashkë. Në këtë kuptim, edhe po të lexoni statutin tonë, edhe po të ndiqni nga afër jetën politike të Lëvizjes Bashkë, ne çojmë përpara frymën demokratike dhe kolegjiale, që thotë vendimet i marrim bashkërisht. I vetmi vendim që një farë kuptimi
unë e kam imponuar, sepse e kam deklaruar publikisht pa u konsultuar me njeri, ka qenë që të mos isha i pari si kandidat për deputet në listën e kandidatëve për qarkun e Tiranës. Besoj kam pasur drejt dhe nga ana formale, se fundja çdo kandidat ka dorë të pranojë ose mos e pranojë kandidaturën, kështu që të parin me zor s'të bë dot njeri. Zvihesh dot as veti pari me zor, as të vë dot njeri pari me zor. Unë e deklarova publikisht dhe isha i bindur dhe vazhdoj të jem i bindur që kam bërë gjën e dur, që të mos isha i pari për disa arsye. E para që të jepni një shembull emancipimi politik. Nuk është partia në funksion të kryetarit, është kryetari në funksion të partisë. E dyta, Lëvizja e Bashkë kemi potenciale të jashtëzakonshme politike dhe intelektuale që deri vonë nuk kanë pas mundësinë të njihen nga publiku për shkak se gjithë vëmendjen e kanë marrë unë për faktin se kanë pas më shumë prezencë publike, për shkak se jam pedagog i shkencës politike, kështu që kam edhe një lloj formimi të specializuar politik, a më jam shumë i gëzuar që deputeti ynë Redi Muçi duke shkëlqyer në kuvendin e Shqipërisë, po e njeh gjithë Shqipëria dhe nuk do të arrinte ta njihte gjithë Shqipëria kaq shpejt në rast se ne nuk do të bënim këtë gjë. Pra, bën në fakt Lëvizjen Bashkë ndryshe nga partitë e tjera të reja, një pjesë që ushuan dhe një pjesë janë drejtëshuar. E vërteta. Raporti me të vërtetën edhe me drejtsinë shoqërore dhe me drejtsinë kuptimin më të gjerë të fjalës. Për ne, thënia e të vërtetës pa bërë kompromis është një kusht i panegociueshëm i të marrjes me politikë dhe lufta për drejtësi shoqërore është pashtu një kusht i panegociueshëm i marrjes me politikë. E dyta solidariteti i brendshëm me njëri tjetrin. Për ne, ajo çfarë është e mirë e përbashkët i paraprin të mirës personale, në kuptimin e karrierës, e të ardhurave edhe gjithçka tjetër. Dhe e katërta, nëse mund të them kjo, mbajtja e fjalës. Jo gjithkush bie dakord me idetë tona. Dhe fundja në një shoqëri pluraliste nuk mund të presësh që të gjithë bien dakord me ty. Kur bien të gjithë dakord me ty, jeton Korenë e Veriut. Në shoqëri pluraliste ka njerëz me mendime të ndryshme, me kuptime të ndryshme që është krejt e pranueshme. Ama u kam përshtypjen që edhe ata që na kanë halë në sy e pranojnë konsistencën tonë dhe qëndrueshmërinë tonë. Për ne mbajtja e fjalës është kapitali ndoshta më i rëndësishëm politik. E themi diçka dhe e mbajmë. Kur të nesërmen e zgjedhjeve të 11 maj 2025-s, dashakëqi thoshin që vendimi për të mos kandiduar i parë ishte vetëm një rrengë, ishte vetëm një truk politik, se ja do vindje konstituimi i parlamentit edhe Redi Muçi do jepte dorëheqje për të bërë unë deputet. Edhe unë vërtet mendoja, ore sa e pabesueshme është kjo që thonë, domethënë, si ka mundësi që ata na mendojnë si veten e tyre, këta që na akuzojnë. Pra si ka mundësi që e mendojnë politikën në këtë formë sharlatanizmi, në këtë formë pabesie, në këtë formë hileqare në raport me shoqërinë, saqë arrin të mendojnë se ne do bënim diçka të tillë. As më ka shkuar mua në mendje ndonjëherë kjo gjë, as i ka shkuar do kujt mendje në Lëvizjen Bashkë kjo gjë, sepse kur angazhohesh publikisht, e thua diçka, është shumë e rëndësishme ta mbash fjalën. Në politik besimi është vështirë për të ndërtuar. Pse? Se qytetarët janë djegur nga qulli, si thon, e janë detyruar të frynë dhe kosit sot. Po pse akoma kemi Ramën dhe Berishën? Çfarë po i pengon partitë e reja? Ta mbaroj. Sistemi, mesazhi, çfarë? Besimi është shumë i vështirë për të ndërtuar dhe po e ndërtojmë muaj mbas muaji, tull mbas tulle, pa marrë shumë i lehtë për të humbur. Mjafton një çast dhe humbe gjithçka, siç ka ndodhur me partitë tjera në Shqipëri. Kur ju më thoni është Rama dhe Berisha ende faktor kryesor, po shikoni procesin. Shikoni procesin, sikur Lëvizja e Bashkë të kesh kandiduar për deputet në vitin 2021, ne sot nuk do ishim parti parlamentare. Në 2025 në kushte thellësisht pabarabarta ja dolëm. Sikur zgjedhjet mbahen sot parakohshme në Shqipëri, siç po kërkojmë, edhe nëpërmjet protestave, unë besoj që rezultati ynë ka përqet disafishëm i lartë krahasuar me 2025-ën dhe asnjëra nga partitë e vjetra nuk do të ketë shumicën për të bërë qeverinë e vetme. Ky është besimi që unë kam, dhe do doja shumë ta provonim këtë me zgjedhjet parakohshme. Me kë partit do bashkëpunoni dhe me cilën asnjëherë? Asnjëherë me PS-n, me PD-n, me gjitha partitë që kanë qeverisur deri më sot në mënyrë të korruptuar. Sot unë nuk shoh asnjë parti të ngjashme me Lëvizjen Bashkë. Na dallon rreth parë karakteri moral. Një parti e njerëzve të ndershëm nuk mund bashkëpunoj me partitë cilat në rastin më të mirë kanë drithie, për të mos folur më keq. Me partitë cilat një herë thonë jemi kundër establishmentit vjetër politik, pastaj futen në koalicion me partitë e establishmentit vjetër politik, sikur s'ka ndodhur asgjë. E pa negociueshme është me PS-n dhe PD për shkak të asaj që kanë bërë deri më sot me Shqipërinë dhe pse i konsideroj partitë pa reformueshme nga brenda. Kur vjen puna te partitë e reja, ne kemi dy probleme kryesore me to. E para është karakteri i tyre moral, në rastin më të mirë i dyshim, për të mos folur më keq. E dyta është paqëndrueshmëria e tyre politike. Të dy partitë e tjera të reja që kanë mbetur vërdall, ose janë parti parlamentare, para disa muajsh hyn koalicion me Sali Berishën për zgjedhjet e parakohshme të Tiranës. Disa muaj më herë thoshin jemi kundër vetëm qeverisë pa dhe opozitës vjetër, pastaj hyn koalicion. U dështoi edhe koalicioni se u anulluan zgjedhjet, tani thotë nuk kemi me
nuk kemi me Sali Berishën. Pra, kjo lloj paqëndrueshmërie dhe jo serioziteti politik e bën të pamundur çdo lloj marrëdhënieje, se mos harro diçka. Un kam një parim që kur bashkëpunoj politikisht me dikë, në fakt kuptimi jam përgjegjës politikisht për ta. Që thot, në rast se partia me të cilën ti hyn në koalicion ose bën një marrëveshje, pastaj del që është një parti lapërdhare, është një parti pa asnjë lloj boshti dhe karakteri moral, në fakt kuptimi jam dhe unë përgjegjës dhe ne përgjegjës për faktin që jemi bashkëudhëtar me ta. Në këtë sens, është shumë e rëndësishme që përpara se ndërtosh një bashkëpunim me një parti të kesh besim te karakteri tyre dhe te qëndrueshmëria e tyre. Sakto këtë besim, pavarësisht vullnetit të mirë, as unë dhe askush tjetër në lëvizjen bashkë, nuk arrim dot ta krijojmë për parti që vjen keq ta them, po kanë turpruar veten kur kanë pas si thua, orën finale për t'u dukur. Atëherë sigurisht që ne do të çojmë përpara një vërtetëri politike që na çon tek qytetarët. Shqipëria ka nevojë për një bashkim të madh të popullit, jo për pazare mes kryetarëve të partive. Pazare e koalicione formale e informale për të ndarë pushtet, për të ndarë para, është për plot historia e Shqipërisë. Kapërci me Ylberi në kuptimin e politikë të fjalës, është për plot historia e Shqipërisë. Na duhet një politikë parimore dhe meqenëse unë mendoj se e vetja parti parimore në Shqipëri është Lëvizja Bashk, subjekti me cilin le duam ndërtojmë një marrëdhënie organike nuk është një subjekt partijak, por subjekti popullor, pash populli, shoqëria shqiptare. Janë shtresat kryesore të shoqërisë shqiptare, punëtorët, të rinjt, pensionistët, shtresa mesme profesioniste, sipërmarrësit e vegjël, janë ata të cilët presin, jo vetëm të mirë përfaqësohen, por edhe të hynë në një marrëdhënie, le të themi organike, bashkëveprimi në terren me Lëvizjen Bashk. Në një ditë të zakonshme, e ndjeni veten më shumë pedagog, aktivist apo politikan? Po i bie gjysmën e kohës unë e detyruar të jem pedagog. Do thotë, ndryshe nga gjithë politikanët e tjerë që ngrihen nga gjumi vonë edhe në rastin kur të mirë shkojnë në parlament, unë duhet ngrihem nga gjumi herë dhe të shkoj mësim. Edhe vetëm të shkoj mësim, po edhe të merrem me aktivitete të tjera studimore që janë detyre një pedagogu, që thotë pjesa e parë e ditës më shkon si pedagog, punoj si pedagog, kam ende pasionin e mësimdhënies. E pastaj pjesa e dytë e ditës është diçka ndërmjet midis aktivistit dhe politikanit, nuk i dalloj dot këto gjëra. Unë dal për ditë mbasdite me shokët dhe shoqjet e mi në Lëvizjen Bashk për të mbledh firma qytetarë, për të biseduar me qytetarët. Tani këtu jemi tek hyrja e bibliotekës kombëtare ku dalim shpesh herë. Në fundjavë dal paradite dhe mbasdite me bashkë aktivistë e Lëvizjes Bashk dhe ju thash, për mua nuk ka dallim roli i aktivistit nga roli i politikanit, sepse unë nuk e konsideroj politikën profesion, e konsideroj politikën pasion. Unë do doja shumë, sikur të ekzistonte mundësia që gjithjetën të isha pedagog dhe pastaj të kontribuoja politikisht, mbase nuk do jetë gjithmonë dorën time kjo gjë, sepse do vi me momenti shpresoj ose besoj për të mirën e përbashkët që unë ta hedh një hap më shumë drejt politikanit ta quajmë të mirëfill, por ama gjithmonë besoj do ta ruaj këtë dimensionin e aktivistit, dimensionin e njeriu që e sheh politikën jo vetëm si përfaqësim, po edhe si veprim të përditshëm me qytetarët. Ndërkohë ju jeni lindur dhe rritur në Tiranë, si ka qenë fëmijëria juaj dhe vitet 90, vitet e trazirave, sa kanë ndikuar ato dhe në formësimin tuaj të mëvonshëm si aktivist? Tani, për njerëzit e brezit tim besoj është e kuptueshme kjo që do them, po më duket paradoksale për tjerët. Fëmijëria dhe adoleshenca ime kanë qenë edhe të varfra dhe të lumtura. Tani është e vërtetë të kuptosh çdo thotë thjesht edhe i varfër dhe i lumtur. I varfër sepse unë jam rritur në Shqipërinë e viteve 80, Tiranë e viteve 80 edhe 90. Që thotë varfëria është gjë më normale. Do të thotë, njeriu më i pasur në fillim viteve 90 në Shqipëri kishte i bend 240, më duket, për të dhënë iden se çfarë Shqipërie jetonim. Ku si di, djathtë mund të haja një herë në javë. Kjo ishte gjë më normale. Ishte gjë më normale për Tiranën dhe Shqipërinë e viteve 80, 90, por nga ana tjetër Tirana të paktën ishte i vend me hapësira publike, ishte i vend me marrëdhënie sociale. Sigurisht kur je fëmijë ti nuk e ndjen peshën e diktaturës. Unë kam qenë fëmijë në vitet 80. Por mua unë u habita kur dëgjova pastaj në vitet 90 nga prindrit që shikoj se ky sistemi i vjetër nuk shkonte sepse ishte diktatorial, se kur ti je fëmijë ti nuk e kupton ç'është demokracia, ç'është diktatura. Kështu në këtë sens fëmijëria ime kanë qenë përplot me shok, me shoqe solidare, i apasionuar edhe mbas shkollës, edhe mbas sportit, edhe mbas librave. Ka qenë një Tiranë ku fëmijët në një farë kuptimi rriteshin shpejt. Unë mbaj mend që në moshën 5-6 vjeçare fëmijët na linë me çelës në qafë, të vinin vërdalla aty te lagja, sot unë fëmijët i kanë 10 vjeç edhe nuk e përfitroj dot ende ti lë vetëm. Pa mbikëqyrjen time të bashortes time apo time mëje. Që thot ka qenë një qytet shumë i varfër, por me shumë njerëz, me solidaritet,
edhe me lloj kreativiteti, se kur ti s'ke gjëra, detyrohet të krijosh, të shpikësh lojra, të bësh gjëra që sot fëmijët apo njerëzit që janë më të rinj ua garanton interneti, teknologjia avancuar, dhe në këtë sens kam përshtypjen që janë më pak kreativ se ne që mund të cajonim një top edhe prej lecke. Çfarë do ndryshonit në Tiranë nëse deri nesër do zgjidheshit si kryetari i Bashkisë Tiranës? Unë do ndryshoja shumë gjëra, por një gjë që shumë e thjeshtë dhe mund të bëhet brenda ditës, se tjera duan kohë, do të hapja oborret e shkollave për fëmijët e komunitetit. Kur unë kam qenë fëmijë, çdo oborr shkolle në Tiranë ishte e hapur. Luanin fëmijët adoleshentët në fushën e basketbollit aty me beton. Sot gjitha oborret e shkollave në Tiranë janë mbyllura. Por prap kemi incidente, plagosje, vrasje Po janë mes mbyllura sepse fshatarëve. fëmijët nuk luajnë top, pra. Ky është problemi. Edhe këto fenomene negative, është se fëmijët nuk kanë mundësinë të shoqërohen në mënyrë të shëndetshme, përmes lojës, përmes sportit, përmes artit. Dhe katandisen në rrjetet sociale gjithë ditën, dhe sigurisht rrjetet sociale pastaj nis edhe ky bullizimi, sfidat e kota që mund degenerojnë në raste ekstreme edhe në dhunë edhe në vrasje. Prandaj po them, ajo që një kryetar bashkie e ka në dorë dhe mund ta bëjë brenda ditës. Pra, Tiranës Ne i duhen akoma kemi zona të reja pa kopshte, ke Astirin. Tiranës i duhen, mbi 15 shkolla të reja. Po një shkollë e re nuk bëhet dot brenda ditës. Mund të nis procesi ditën e parë, por nuk mund ndërtohet brenda ditës. Ajo që mund ndodh brenda ditës, nëse populli i Tiranës do zgjidhte më kryetar bashkie në 2027, do të ishte kjo gjë. Vendimi i parë, hapja e oborreve të jashtme të shkollës, në mënyrë që fëmijët, ata fëmijë që mësojnë në shkollë, edhe të tjerët e komunitetit, të kenë mundësi të luajnë pa lek tek oborri i shkollës, aty ku ka një fushë futbolli ose një fushë basketbolli. Sot fëmijët, unë e ndjej sepse jam prindi 2 fëmijëve të vegjël, sot fëmijët mund t'i bien topit vetëm nëse ti paguan para. Të ma thoshte mua njëri, kur isha fëmijë, që ti thjesht për t'i rënë topit në shqelm, do duhet paguash para, do qeshja. Sot fëmijët nuk kanë asnjë hapësirë, nuk kanë parqe, nuk kanë fusha, nuk kanë asgjë, sa del nga pallati fillon rruga e makinave, që do thotë fëmia për të luajtur me top sot prindët do duhet paguajnë rreth 50.000 lekë vjetra për një kurs futbolli apo basketbolli. Në fakt kosto e nis që kur është bebe. Përveç asaj, po të flas kostoja të luajtur me top, ti do të paguash për një fëmijë 50.000 lekë vjetra, dhe 50.000 lekë vjetra në Tiranë e sotme mund t'i përballoj vetëm ato familje që janë stresës mesme. Një familje ku ti punon me 400.000 lekë rrog, 50.000 lekë janë shumë. Janë shumë 50.000 lekë për t'i rënë topit. Prandaj duhen ndryshuar shumë gjëra në Tiranë, duhet shtuar hapësira publike, ndërtuar parqe, ndaluar ndërtimet brenda unazës së madhe të qytetit, duhet të ketë më shumë politika për inovacion, për investime inteligjente, dhe jo thjesht për beton, llaçe, tulla e pastrim parash. Mirë po, ajo që mund bëhet brenda ditës, po them, është kjo që u thash. Oborret e shkollave dhe përveç Astirit dhe ca zona tjera, në çdo lagje tjetër Tiranës e ket paktën një shkollë, pra ta kesh një pikë ku të mblidhen fëmijët dhe adoleshentët. Po, ke edhe shkolla me 2 turne. Patjetër që shkolla me 2 turne, prandaj duhet ndërtuar rreth 15 shkolla të reja në Tiranë. Skandali më i madh është Astiri, që s'ka as qerë dhe as kopsh as shkollë publike ende tani që flasim. Mirë po, Tirana mund ndryshoj për mirë, dhe ndryshimi i Tiranës nuk ka pse të lidhet vetëm me interesat e oligarkëve dhe vetëm me interesat atyre që pastrojnë paratë. Do duhet lidhet me jo vetëm me interesat, po edhe me aspiratat e qytetarëve. Po për të rinj, çfarë mund të bëjmë që t'i mbajmë të rinjt këtu ose shtresën profesionistëve të cilët fatkeqësisht po ikin jashtë? Ta lidhim ekonominë me dijen. Që të thotë, shumë nga të rinjt që arsimojnë sot nuk arrin dot t'i japin përgjigje pyetjes për çfarë duhet shkolla në kuptimin ekonomik të fjalës, sepse arsimojnë në një profesion për cilin nuk ka punë, se ekonomia shqiptare është shumë e varfër. Ose e keq paguar ose nuk ka punë për profesionin e vet. Pra ekonomia shqiptare është shumë e varfër si strukturë. Po nuk u bëre mjek apo inxhinier ndërtimi apo inxhinier elektronik, ti nuk gjen punë të profesionit tënd. Mbetet vetëm administrata publike që kanë zënë patronazhistët. Tani ajo që mund të bëj një forcë përparimtare, nëse populli i beson, është e para të nxjisë diversifikimin e ekonomisë. Kemi sektor të rinj të prodhimit dhe të shërbimeve që kërkojnë gjithnjë më shumë punë të kualifikuar, pra punë ku njeriu duhet të arsimohet për ta bërë. E dyta, pastaj rekrutimet në administratën publike të jenë bazuara tek merita. Pra ti ta dish që po u shkollove për administrim publik, për shembull. Ka në universitetet publike, ka degët administrimit publik. Ti je sigurt që po u shkollove, po u mirë shkollove për administrim publik, ti do e fitosh konkursin se je më i miri. Dhe do punosh me dinjitet në administratën publike dhe jo si sot që po të futën brenda, edhe po si ishe patronazhist kur hyn, të bëj patronazhist kur je aty brenda. Këto i ka në dorë
besoj një forcë politike përparimtare që fiton besimin e qytetarëve për të transformuar mënyrën e organizimit të shtetit, po edhe për të transformuar ekonominë. Qofse të rinjve nuk i mbushi mendjen që shkollimi juaj do t'ju mundsojë një punë të mirë dhe të dinjitetshme, të rinj nuk ka për ndetur në Shqipëri. Sidomos rinia e mirë arsimuar. Po edhe rinia që nuk arsimohet siç duhet. Duhet marrë mesazhin që nëse punon në Shqipëri, do të respektohen të drejtat. Do bësh 2 ditë pushimi në javë, jo 0. A e di sa të rinj ka, dhe jo vetëm të rinj që nuk kanë 1 ditë pushimi në javë. 1 ditë pushimi që e ka drejt që ta hajë edhe në mesjet kishte, ishte djela. Po marrim punojës të huaj dhe po a mundsojmë. Po tani po e shtrye dhe atë njeriu, shqiptarin do iki dhe pastaj bizneset do rrin, do hapin syt. Ato drejta që nga shkel punëtorëve në bashkëpunime i shtet korruptuar në vitet e kaluara tani u vjen bumerang, sepse forca punëtore, domos forca punëtore më aktive, më e guximshme, më kreative dhe më e kualifikuar ikën e para. E vërtet. Po për sa i përket pjesës situatës politike, reformën në drejtësi, si keni parë zhvillimin të fundit, çështjet Balluku? Është një skandal i madh që sot që flasim Belinda Balluku është në liri edhe është deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Sepse majoranca kishte Majoranca e votat mbrojti, sepse duke mbrojtur Balluku, ka mbrojtur Ramën dhe ka mbrojtur edhe të tjerë si Balluku në atë parti. Mirë, po frika ime është që e keqja nuk do mbarojë me kaq. Dhe vetëm populli mund ta shpëtojë nga e keqja akoma më e madhe. E keqja më e madhe është që ato parti që kanë interesat përbashkëta për ta shkatruar reformën drejtësi, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, do bien në një ujdi, do ndryshojnë kushtetutën dhe do zhbëjnë spakun dhe gjëkollën. Tani kjo të mos ndodh, duhet popullit ngrihet këmbë. Populli është gjithmonë shpëtimtari. Thuaj dikur, nuk ekzistojnë shpëtimtarë në politikë, populli shpëton vetveten. Pra populli kushtet caktuara, sigurisht i nxitur nga parti politike përparimtare, mund ta bëjë këtë gjë, të shpëtoj veten, dhe vetëm veten e vet në të sotmen, po edhe veten e vet në të ardhmen. Pra ata që ende nuk kanë lindur në Shqipëri, po kanë një hise në këtë Shqipëri, e cila do duhet i pres më së miri. Pra përmes protestës. Protestave, grevave, organizimit sindikal, organizimit shoqërisë civile dhe mirë përfaqësimit në institucione si Parlamenti apo Këshillat Bashkiake. Dhe një mesazh të fundit për të gjithë ata qytetarë që na dëgjojnë që sot janë të zhgënjur nga politika, çfarë do i thoshit? Besonim shumë tek vetja vetja juaj. Besoni tek njëri tjetrin, komunitet, në vendin ku punoni, në vendin ku jetoni, dhe ku shihni politikën, shihni me sy kritik dhe objektiv. Dhe ju siguroj që do gjeni edhe një parti si Lëvizja e Bashkë tek e cila ja vlen besoni. Faleminderit Erlin për intervistën. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Bashkë do shihim në episodet e tjera me të tjerë të ftuar. Deri atëherë, mirupafshim.